Myftinia Shkodër në bashkëpunim me shoqatën Helping Hands USA në kuadër të muajit të madhërisëm të Ramazanit ka shpërndar 170 pako ushqimore për familjet në nevojë në qytetin e Shkodrës. Nga këto pako 105 prej tyre do të shpërndahen për personat paratetraplegjik në Shkodër me qëllim mbështetjen e tyre në përballimin e vështirësive ekonomike. Myftinia Shkodër në bashkëpunim me një nga partitë e saj në fushën e bamirësisë, sikurse shoqata Helping Hands USA, Dora Ndihmës në qendrën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, tashmë prej vitesh organizon programin e Ramazanit, cili është për familjet në nevojë. Në Ramazanin e vitit 2026, Myftinia Shkodër ka marrë në dorëzim një kontingjent për 107 pakosh ushqimore për familjet në nevojë, të cilat do të shpërndahen 105 prej tyre për këtyre 107 pakove do të shpërndahen në familjet në nevojë në kategorinë e të smurëve paratetraplegjik të degës Shkodër. Shoqata e paratetraplegjikëve shprehu falënderimet për të gjithë dhuruesit dhe kontribuesit që bën të mundur sigurimin e pakove ushqimore. Në emër të shoqatës paratetraplegjik, shpreh falënderimet më të përzemërta për Myftininë e Shkodrës me në krye Imam Muhamet Sutari, gjithashtu edhe Hoxha Ervinin, i cili si çdo vit tashmë kanë kthyer në traditë ofrimin e ndihmave për personat me aftësi të kufizuara target grupi shoqatës. Kjo nisëm vjen në kuadër të aktiviteteve bamirësie dhe sociale që synojnë të ndihmojnë shtresat më në nevojë të komunitetit.